Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një konflikt mes dy adoleshentëve në Durrës ka përfunduar në dhunë të rënd duke plagosur një 15 vjeçar. Ngjarja ndodhi jashtë gjimnazit Dom Nikol Kaçori pas një debati të nisur në rrjetet sociale. Sipas policisë, 14 vjeçari dyshohet se goditi me thik bashkë moshatarin e tij, i cili u dërgua me urgjencë në spital. Autori i dyshuar u arrestua pas disa orësh kërkimi, ndërsa hetimet vazhdojnë. Një përplasje mes gjimnazistëve në Durrës ka degeneruar në dhunë të rënd pas ditën e së martës duke lënë të plagosur rënd një 15 vjeçar. Ngjarja u zhvillua jashtë ambienteve të gjimnazit Dom Nikol Kaçori, ku dy adoleshent kishin lënë të takoheshin për të sqaruar një konflikt që kishte nisur fillimisht në rrjetet sociale dhe më pas ishte reflektuar në një debat brenda shkollës. Sipas burimeve, të dy të miturit kanë bërritur në vendin e takimit të shoqëruar nga disa shok, gjë që çoi në përshkallëzim të menjëhershëm të tensioneve. Debati verbal ishte kthyer shpejt në përleshje fizike, ku janë përdorur mjete të forta dhe mjete prerëse. Në kulmin e konfliktit, 14 vjeçari dyshohet se kanë qelluar me thik bashkëmoshatarin e tij, duke i shkaktuar plagë të rënda. I mituri u transportua me urgjencë në spitalin rajonal të Durrësit, ku po merr trajtim nën kujdesin intensiv. Ndërkohë, policia ka nisur menjëherë kërkimet dhe pas disa orësh ka arrestuar 14 vjeçarin e dyshuar si autor të sulmit. Gjatë operacionit është sekuestruar dhe mjeti prerës i përdorur në ngjarje. Drejtoresha e shkollës deklaroi se konflikti ka ndodhur jashtë institucionit dhe se një ditë para incidentit të dy nxënësit kishin ndjekur mësimin në mënyrë të rregullt. Autoritetet hetimore po vijojnë punën për të zbardhur plotësisht rrethanat e incidentit të rënd. I mituri tashmë përballet me akuzat për plagosje të rënd me dashje dhe mbajtje të armës së ftohtë pa leje. Një atentat i organizuar në kryqëzimin me spitalit dhe stadiumit të Lushnjës dështoi të martën, teksa Julian Sula, i njohur si Juli i Pashkos, arriti të shpëtonte nga breshëria e plumbave, duke psuar vetëm një plagë në këmbë. Autorët u larguan duke djegur makinën dhe armët në një fshat pranë qytetit. Tentativa e atentatit ndaj Julian Sulës ndodhi në pak sekonda në kryqëzimin midis spitalit dhe stadiumit të Lushnjës, teksa Sula ishte i vetëm në makinën e tij tip BMW të zezë. Sipas uniformave blu, atentatorët dolën nga një makinë tjetër, ndërsa një i tretë mbante timonin. Ata mbanin maska të zeza dhe kapele, duke synuar të qellonin drejt makinës së Sulës, sapo ajo të hynte në rrugë. Mirëpo një vonesë në koordinimin e tyre bëri që Sula të kalonte me shpejtësi, duke shpëtuar mrekullisht nga breshëria e plumbave. 6 plumba goditën automjetin, ndërsa një plumb i preku këmbën 45 vjeçarit, i cili u transportua menjëherë për ndihmë mjekësore. Pas atentatit, autorët doqën makinën së bashku me armët e përdorura në fshatin Lifaj. Ekspertiza paraprake ka konfirmuar se makina dhe targat e saj rezultonin të vjedhura 2 vite më parë në Greqi, duke treguar për një plan të mirë organizuar dhe të paraprigatitur. Hetimet e policisë kanë nisur me disa pista të mundshme, duke përfshirë të kaluarën kriminale të Sulës, që nga vitin 97, lidhjet e tij me trafikun e narkotikëve, si dhe përfshirjen e tij në masakrën e Lushnjës, ku mbeti i vrarë Jurgen Hoxha dhe Zamir Latifi, ndërsa 2 të tjerë u plagosën. Sula njihet gjithashtu si kundërshtari Aldo Bares, drejtuesi një grupi tjetër kriminal në qytet, dhe ka qenë objektivi i atentateve edhe më parë. Për momentin, Julian Sula nuk ka dhënë asnjë deklaratë për ngjarjen dhe nuk ka dhënë informacion mbi autorët. Policia ka shoqëruar të paktën 25 persona për të marrë dëshmi dhe po vazhdon hetimin për të identifikuar të gjithë të përfshirët në këtë tentativë atentati. Banorët e zonës kanë shprehur tmerr dhe shqetësim për sigurinë në rrugët e qytetit, duke kërkuar nga policia masa më të rrepta për parandalimin e dhunës dhe krimit të organizuar. Ky atentat vjen vetëm 2 vite pas një serie ngjarjesh të ngjashme kriminale në Lushnjë, duke treguar tensionin mes grupeve rivale dhe rrezikut vazhdueshëm për qytetarët dhe aktorët e përfshirë në trafikun e drogës dhe dhunën e organizuar. Erzen Uka dhe Julian Cumraku, të arrestuar pas një operacioni të Reneas në fshatin Orosh të Pukës, kanë refuzuar të japin çdo informacion për armët dhe lidhjet e mundshme me organizata terroriste jashtë vendit. Hetuesit po dyshojnë se të dy janë të indoktrinuar me ideologji ekstremiste dhe janë ndihmuar nga persona të tjerë për të siguruar armatimin.
Dy të arrestuar nga operacioni antidrogës në Shkodër kanë deklaruar vetëm se janë shejtan dhe japin llogari vetëm Zotit, duke refuzuar të japin shpjegime për armët e gjetura në banesën në Orosh të Pukës dhe për lidhjet e mundshme me grupe terroriste jashtë vendit. Policia dhe antiterrori nuk kanë arritur ende të zbulojnë mënyrën se si Uka dhe Cumraku kanë siguruar armët, pasi të dy nuk kanë pasur të ardhurat të lishme që mund të mbulojnë shpenzimet për blerjen e armëve dhe municion. Hetuesit besojnë se dy të arrestuarit janë ndihmuar nga persona të tjerë për këtë qëllim. Uka dhe Cumraku ishin vendosur në Orosh të Pukës për rreth 2 muaj, ku dhe u rrethuan nga Renea gjatë operacionit që zgjati mbi 12 orë. Para shpërnguljes në fshat, të dy jetonin me qira pranë Kamzës, ku kontrollet e policisë nuk nxorën armë. Hetimet gjithashtu përqendrohen te një person i tretë i cili shpesh është parë në shoqërinë e të arrestuarve, sipas dëshmive të banorëve. Brenda banesës së braktisur të familjes së Cumrakut, policia i gjeti armë zjarri, municione, lëndë shpërthyese dhe një flamur të ISIS-it. Një grop rreth 2 metrash e hapur kohët e fundit dyshohet të ishte përdorur si magazin për armatimin. Erzen Uka dhe Julian Cumraku do të dalin për t'u njohur me masën e sigurisë në gjykatën e Shkodrës, ku rëndojnë ndaj tyre 4 akuza: nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllim terroriste, prodhimi i armëve luftarake, kundërshtimi i punonjësve të policisë së rendit publik dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Mëngjesin e së mërkurës, Erzen Uka u dërgua në urgjencën e spitalit rajonal të Shkodrës për të marrë trajtim mjekësor për plagën në këmbë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka cilësuar të lishëm pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga SPAK dhe vendimin e gjykatës së posaçme, duke kërkuar që kryeministri Edi Rama të mos ankimojë çështjen në kushtetuese. Megjithatë, Berisha kërkon që hetimi i tunelit të Dhogaras dhe Unazë Madhe të përfshijë edhe kryeministrin dhe të ngrihen akuza për grup të strukturuar kriminal. Ai komentoi gjithashtu ngjarjen e 21 janarit duke mbrojtur rolin e Lulzim Bashës si ministër i Brendshëm. Në një konferencë për media, Sali Berisha u pozicionua si rrallëherë në mbështetje të SPAK-ut dhe vendimit të gjykatës së posaçme për të pezulluar zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Berisha e konsideroi masën e sigurisë të vendosur ndaj numrit të 2 të qeverisë në përputhje me ligjin dhe kërkoi që gjykata kushtetuese të mos marrë në shqyrtim ankimimin e kryeministrit Edi Rama. Çdo shqiptar, dhe unë do dal para jush t'ja u faktoj, se gjykata speciale dhe prokuria në qëndrimet e tyre nuk kanë në vlerësimet e tyre nuk kanë shkelur asnjë ligj me kërkesën që kanë bërë për pezullimin nga detyra. Ata që përpiqen, vetë ideja se ka marrë pushtetin e kryeministrit, i them atij hajduti, je ti që ke vjedh parat, po atyre mirë ja u bën, që nuk lëshuan edhe ndaj teje të njëjtin urdhër si ndaj Lubis. Ka marrë kompetencë, kompetenca jota që nga për të mbrojt hajdutët, kompetencë që nga për të vjedh për të shfrytzuar postin për të vjedh paratë e qytetarëve në atë mënyrë si s'ke vjedh. Megjithatë, mbështetja e Berishës për SPAK-un ndalon tek Balluku. Ai kërkon që hetimi i tunelit të Llogaras dhe Unazës së Madhe të përfshijë edhe Edi Ramën dhe të ngrihen akuza për grup të strukturuar kriminal. Ajo që është e pafalshme, e papranueshme, është sepse nuk janë kualifikuar si grupi strukturuar kriminal apo organizatë kriminale. Dënojmë ashpërsinë më të madhe këtë qëndrim. Kërkojmë me urgjencë rivlerësimin, rikualifikimin e veprës tyre. Nuk mund të kalohet nga një vjedhje madhe në një vjedhje tjetër të madhe. Lideri i opozitës komentoi gjithashtu hetimin e SPAK-ut për 21 janarin duke marrë qëndrim ndryshe nga Ilir Meta, i cili kërkoi të pyetet nga prokurorët për këtë çështje. Berisha mbrojti rolin e Lulzim Bashës si ministër i Brendshëm dhe tha se nuk mund të mbajë përgjegjësi për ngjarjen tragjike të asaj dite. Një skenar i atill i dhunshëm, natyrisht i pa precedent ndonjëherë, por me ato që kam konstatuar, masa ishin marrë, si kryeministër, unë mund të them se ai ishte një agresion i vërtet me hujë, dinamit, me plumba ndaj ndërtesë Këshillit të Ministrave. Se si mund të parandalohej një demonstrat që organizohet me gjitha këto, natyrisht edhe mundet, po është një proces jashtëzakonisht më shumë teorik se sa praktik. Ndërkohë, një ditë më parë, Ilir Meta, aktualisht në Burg, përmes avokatit kërkoi SPAK-ut që të merret në pyetje për 21 janarin 2011, ngjarje ku humbën jetën 4 protestues. Meta e ka akuzuar Lulzim Bashën si përgjegjës për mosmarrjen e masave të duhura si ministër i Brendshëm.
3 prokurorë të Komisionit të Përzgjedhjes janë mbledhur sot për të përcaktuar kandidatin që do t'i propozohet Këshillit të Lartë të Prokurorisë për drejtimin e ri të Byros Kombëtare të Hetimit. BKH-ja mbetet pa drejtues që prej 1 shtatorit, ndërsa procesi i përzgjedhjes ka kaluar në fazë të gjatë dhe të detajuar me kontrolle të figurës dhe pastërtisë së kandidatëve. Votimi final pritet të zhvillohet në 11 dhjetor. Byroja Kombëtare e Hetimit është ende pa drejtues që prej përfundimit të mandatit të Aida Hajnajt me 1 shtator, ndërsa sot 3 anëtarët e Komisionit të Përzgjedhjes në SPAK, Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra janë mbledhur për të vendosur mbi kandidatin që do të propozohet për emërimet në KLP. Takimi vjen pas një periudhe tensionesh mes 3 prokurorëve, të cilët më parë kishin pasur mosmarrveshje mbi emrat preferencial, gjë që kishte krijuar krisje në bashkëpunim. Procesi për përzgjedhjen e drejtorit të BKH-s ka qenë i zgjatur, duke përfshirë teste të arsyetimit logjik, kontrolle mjekësore dhe fizike, intervista, verifikim të figurës dhe poligrafe. Nga 6 kandidatët fillestar, komisioni ka përfunduar fazën e fundit të verifikimeve, duke përgatitur një listë për votim. Diskutimet e sotme pritet të fokusohen mbi përputhshmërinë ligjore dhe profesionalizmin e kandidatëve, ndërsa votimi final do të zhvillohet në Këshillin e Lartë të Prokurorisë me 11 dhjetor, datë në cilën do dërgohen 4 kandidatët kryesor. Pasi komisioni do të përmbyll vlerësimin dhe do të dërgojë emrin e preferuar në KLP, qeveria e prokurorëve do të vendosë për votim drejtuesin e ri të Byros Kombëtare të Hetimit. Fituesi do të marrë një mandat 5 vjeçar në krye të institucionit që shpesh cilësohet si FBI-a shqiptare. Mandati i ish-drejtoreshës Aida Hajnaj përfundoi në gusht, duke hapur rrugën për zgjedhjen e pasuesit të saj. Ish-kryetarja e komanduar e Bashkisë Tropoj, Zyra Islamaj dhe ndërtuesi Rok Gega janë dërguar nga SPAK për gjykim në gjykatën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, nën akuza për korrupsion pasiv dhe aktiv në lidhje me ndërtimin e paautorizuar për interesa personale. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykat ish-kryetaren e komanduar të Bashkisë Tropoj, Zyra Islamaj, si dhe ndërtuesin Rok Gega, të cilët akuzohen për korrupsion. Sipas SPAK, Zyra Islamaj ka ndërhyrë tek ndërtuesi për të ngritur një urë mbi pronjin që kalon pranë shtëpisë së motrës së saj. Hetimet kanë treguar gjithashtu se Islamaj kishte planifikuar të angazhonte edhe një teknik të mirëmbajtjes së rrugëve në Bashkinë Tropoj për të ndihmuar ndërtuesin në realizimin e projektit i jashtë procedurave të tenderimit zyrtar. Nga ana tjetër, Rok Gega akuzohet për korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksion publik, pasi ka pranuar të ndërtojë urën jashtë procedurave të lishme, ndërsa Zyra Islamaj do të gjykohet për korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publik. Ura u ndërtua, ndërsa hetimi nisi pas një denoncimi të Partisë Demokratike dhe bazuar në një emision investigativ të transmetuar në një televizion në nëntor 2024. Islamaj u komandua në krye të Bashkisë Tropoj në shtator të vitit 2024 pas arrestimit të kryebashkiakut Recep Byberi për shpërdorim detyre. Byberi u lirua nga arresti shtëpiak me 1 gusht të vitit të kaluar. Ky rast nxjerr në pa një praktikë të dyshuar të përfshirjes së interesave private dhe vendimarrjen publike, duke ngritur shqetësime për kontrollin e transparencës së integritetit në institucionet lokale. Seanca paraprakë në GJKO e mbajtur ditën e djeshme pranoi kalimin e çështjes për gjykim, duke hapur rrugë për shqyrtimin e plotë të provave dhe përgjegjësive të akuzuarve. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatën e Shkodrës 4 persona të dyshuar për vrasjen e Fatbar dhe Licit, i ndodhur në gusht të vitit 2018. Ndaj të pandehurve rëndojnë akuzat për vrasje me paramendim dhe veprime të kryera si pjesë e grupit të strukturuar kriminal. SPAK ka përfunduar hetimet për vrasjen e Fatbar Licit në Shkodër dhe ka dërguar për gjykim në gjykatën e Shkodrës 4 të dyshuarit, Safet Bajrin, Behar Bajrin, Astmer Bilalin dhe Erja Agon. 3 të parët akuzohen për vrasje me paramendim në formën e veçantë të bashkëpunimit, si dhe për veprat penale që lidhen me grupin e strukturuar kriminal dhe organizat kriminale, ndërsa Erja Ago akuzohet se ka drejtuar makinën e përdorur gjatë ngjarjes duke ndihmuar autorët në kryerjen e krimit. Sipas SPAK, motivi
vrasjes së Fatbar Licit lidhet me një konflikt të mëparshëm të Behar Bajrit, i cili dyshohet se Ibrahim Lici kishte vrarë me 15 korrik 2018 ish policin Boran Borçana, i cili u ekzekutua bashkë me partnerin e tij Silvin Doci, duke lënë të mbijetuar fëmijën 3 vjeçar. Hetimet tregojnë se mes të pandehurve dhe familjes Lici ka pasur konflikte të mëparshme të lidhura me kontrollin e territorit në Shkodër dhe ngjarje të tjera kriminale. Pas vrasjes së Borçanës dhe Ndoci, Behar Bajri në bashkëpunim me Safet Bajrin dhe Asmer Bilalin planifikuan dhe ekzekutimin e vrasjes së xhaxhait të Ibrahim Licit, Fatbar Licit, si akt hakmarrjeje. Sipas PAK, Safet Bajri dhe Asmer Bilali përdorën një mjet të bencë të vjedhur për të arritur në lokalin ku Lici po pinte kafen dhe Bilali qelloi viktimën. Pas krimit, Rustemi qëndroi në Shkodër, ndërsa Bilali u largua drejt Tiranës së bashku me Erja Agon, e cila akuzohet për përkrahje të autorëve të krimit. Ky proces shënon një nga rastet më të ndërlikuara të hetimit të krimit të organizuar në Shkodër dhe vëmendja është e lartë pasi përfshin një seri ngjarjesh kriminale të lidhura mes tyre që përfshin hakmarrje dhe përdorim të mjeteve të vjedhura për ekzekutimin e krimeve. Rreshjet e dendura të shiut gjatë ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje dhe vështirësi në qarkullimin në disa qytete të Shqipërisë, me lezhën si zonën më të prekur. Banorët dhe autoritetet po përballen me probleme në pallate, rrugë dhe njësitë rurale, ndërsa rreshjet kanë sjellë edhe rrëshqitje dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Rreshjet intensive që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit kanë krijuar vështirësi serioze në disa zona duke përmbytur rrugë, pallate dhe toka bujqësore. Në Lezhë, përmbytjet më të mëdha janë regjistruar në bllokun e banimit 11 janari dhe lagjen Beslidhja, ku sipërfaqet e ujit kanë mbuluar rreth 11.2 hektar. Niveli i ujit në mëngjes arriti deri në 40 cm, duke bllokuar hyrjen e pallateve dhe duke vështirësuar lëvizjen e komsorëve dhe automjeteve. Trafiku në qytet u ngadalsua ndjeshëm për shkak të ujit në rrugë dhe rreshjeve të vazhdueshme. Përmbytjet vazhdojnë prej një jave, ndërsa njësitë administrative Kolsh, Zejmen, Shënkoll dhe Mamurras po përballen me probleme të përsëritura. Autoritetet lokale po punojnë për largimin e ujit dhe rikthimin e qarkullimit normal, ndërsa qytetarët vijojnë të përballen me vështirësi në hyrjen e pallateve dhe zonave rreth tyre. Edhe në Vlorë, rreshjet kanë shkaktuar probleme serioze, rrëshqitje dhe erash bllokuan për rreth 45 minuta aksin që lidh fshatin Peshkopi me Vllahinën dhe Poçemin. 10 tramjete mbeten të bllokuara në rrugë, ndërsa segmenti i aksit ishte sapo riasfaltuar pak kohë më parë. Në Kukës, rreshjet intensive kanë shkaktuar rënje gurësh dhe shkarje dherash në disa akse nacionale, megjithëse rrugët mbeten të hapura dhe qarkullimi vazhdon normalisht. Në zonat malore janë regjistruar rreshje të Borit dhe Ngrice, ndërsa rrugët rurale mbeten të kalueshme. Megjithatë, ka ndërprerje të energjisë elektrike në disa fshatra dhe autoritetet po punojnë për rikthimin e furnizimit. Mbrojtja civile dhe bashkitë përkatëse po vijojnë punën për pastrimin e rrugëve, riparimin e argjenaturave dhe menaxhimin e situatave emergjente për të minimizuar dëmet dhe për të garantuar sigurinë e banorëve. Do të ecim me një tjetër informacion të trisht. Këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi është ndarë para kohe nga jeta në moshë të re gjatë një udhtimi në Itali. Ai u ndje keq në orët e vona të së martës dhe pavarësisht ndihmës së parë nuk mundi të mbijetojë, ndërsa dyshohet se shkaku bë një arrest kardiak. Kasapi ishte në Itali me bashkëshorten dhe djalin e tij të vogël për një kontroll mjekësor për të birin. Lajmin e rënd ka tronditur botën e muzikës shqiptare, ku Shpati gëzonte popularitet të madh prej më shumë se 2 dekadash. Është shuar në moshë të re këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi, një prej zërave më të dashur të skenës muzikore të 2 dekadave të fundit. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Itali, ku artisti ndodhej së bashku me bashkëshorten dhe djalin e vogël për një kontroll mjekësor të fëmijës. Në orët e vona të së martës, Kasapi është ndjerë keq dhe me gjithë përpjekjet për t'i dhënë ndihmën e parë, ai nuk ka arritur të mbijetojë. Sipas informacionit paraprak, dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një arrest kardiak. Lajmi u konfirmua nga vëllai
vllai i tij, i cili tha se familja dhe mjekët bën gjithçka të mundur, por 39 vjeçari nuk ju përgjigj ndërhyrjes së shpejtë. Humbja e kasapit ka tronditur publikun dhe komunitetin artistik, pasi ai ka qenë prej vitesh një figurë e dashur me kontribute të shumta në muzikën moderne shqiptare. I lindur në 1 maj 1985 në Tetov, në një familje me traditë muzikore, Shpati shfaqi talent që në moshë të vogël, vetëm 13 vjeç u vlerësua me çmimin e parë në festivalin Bletëzat 98, duke i hapur rrugën për një karrierë të suksesshme. Ai u bë i njohur për një seri këngësh që u kthye në hite, ndërsa mori pjesë dhe fitoi çmime në festivale të rëndësishme si Këngët e Stinës, Nota Fest, Alba Fest, Top Fest, Kënga Magjike dhe Zhurmë Show Awards. Mes këngëve që e bën të dashur për publikun janë Pa ty si jetoj, Mëkatare dhe shumë të tjera që vazhdojnë të dëgjohen edhe sot. Shpat Kasapi la pas një djalë të vogël nga martesa me Selvien. Humbja e tij ka lënë një boshllëk të madh në muzikën shqiptare, ndërsa omazhet dhe mesazhet e ngushëllimit kanë nisur nga artistë, fanca dhe figura publike në të gjithë hapësirën shqiptare. Të nderuar televizikues, do të vijoj me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 27 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme me mot të lagësht dhe merreshje në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të sjellë shira të herë pas hershme në zonat jugperëndimore, ndërsa pasditja do të theksojë rreshjet në lindje dhe zonat malore ku do të ketë edhe dëbor. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët perëndimore ku rreshjet do të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindje me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 27 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 27 nëntor do të jetë në orën 6:36, ndërsa perëndimi në orën 16:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 3 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 13 gradë Celsius. Sarand, 12 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 27 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të ftohta ajrore me rreshje të dobëta shiu dhe dëbore në shumë zona të vendit. Paraditja do të shoqërohet me mot të vranë dhe rreshje bore në lindje, ndërsa pasditja sjell shira lokal në zonat perëndimore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 6 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryjë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 27 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 27 nëntor do të jetë në orën 6:34, ndërsa perëndimi në orën 16:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 1 deri në 4 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj, 1 deri në 4 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë,
0 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, 1 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 3 gradë Celsius. Kachani, 0 deri në 3 gradë Celsius. Suhare, 2 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 4 gradë Celsius. Ishte i gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita Televizion, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.